Prej disa ditësh, CNA ka trajtuar një nga fenomenet më shqetësuese dhe një nga plagët e shoqërisë shqiptare, sjelljen e qytetarëve në ambientet spitalore të qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Nga vëzhgimet e kryera brenda dhe jashtë ambienteve është konstatuar një sjellje turpshme dhe jashtë çdo norme etike, ku vetë qytetarët janë kthyer në ndotësit kryesor të këtyre hapësirave publike. Pamjet e dokumentuara nga CNA janë tronditëse, cigare që hidhen nga dritaret e spitalit, shishe plastike dhe plera të shpërndara para urgjencës dhe përreth. Ambiente të cilat duhet jenë shembull pastërtie dhe sigurie, në realitet ngjasojnë me një landfill, një skenë skandaloze që të bën të vësh duart në kokë. Nga një vëzhgim, jashtë dhe brenda ambienteve spitalore të QSU-s, konstatuam një sjellje të turpshme dhe jashtë çdo lloj etike të vetë qytetarëve që janë kthyer në ndotësit kryesor të këtyre ambienteve. Për ironi, e njëjta dorë që paguan për një spital shtetëror për t'i shërbyer qytetarëve, e njëjta dorë e kthen në një vend ku shihen gjithandej plera dhe bishta cigaresh, duke harruar se ndotja e ambientit është një kosto, një faturë që e paguajnë njerëzit, ama faturën e plerave në ambientet e spitaleve e paguajnë pacientët, stafi mjekësor apo dhe vetë qytetarët që nuk respektojnë rregullat dhe masat minimale brenda një spitali. Pamje të tilla me njerëz që grumbullohen, që në një sezon virozash dhe infeksionesh shkojnë grupe pranë pacientëve, familjarëve të tyre të shtruar në spital, kthehen në të vërtet në vatra infeksionesh, krijojnë zhurmën dhe kaosin brenda spitalit, bëhen rrezik potencial për pacientët me gjendje të rëndë shëndetësore, bëhen burim infeksioni apo kontaminimi. Të tilla raste tregojnë se papërgjegjshmëria dhe ignoranca janë në kulm dhe kjo gjë nuk duhet të tolerohet më. Imagjinoni pak duhanin që pihet në ambientet spitalore, përfshirë nga infermier dhe mjek. Edhe për këtë fenomen skandaloz duhet të ketë një shtrëngim ligjor. Situata apo sjellje të tilla kafshërore që i nxinin faqe një vendi duhet të marrin fund dhe të ndëshkohen.